Edhe unë nuk ka pas fare nevojë të vish ti të diskutosh, apo ti më thonë sa ti arsyetosh. Unë e kuptoj shumë mirë se çfarë pozicioni mund të ndje, nuk po them familja, po them motrat. Se mbi gjitha që ndoshta je pak më afër, sidomos edhe me motrën që e ka çuar mesazhin. Edhe e kam menduar shumë herë, shumë gjatë, që çfarë ku diun zhgënjimi mund t'i kenë shkaktuar. Edhe nuk kam dash në asnjë moment ato të mendojnë që vllai i tyre, në këtë rast ti jesh ai që pa mos sa ti besosh dikujt një personi që nuk duhet ti besosh, sepse mbaret dhe si është lexuar jashtë, kupton? Kështu që gjej rastin që edhe motrave të kërkoj një falje. Vllai është okay. Jo, se bëj shaka. Si ke pisa pastaj nuk takon mua. Po që është një moment që unë jam ndjesh shumë keq. Jam ndjesh shumë keq në situatat e mia që unë vetë kam shkaktuar. Që nuk ka qenë fare qëllimi për me ul figurën tatës ideal, as me të vendosur në ciklet. Thjesht ka qenë një mënyrë e pa menduar mirë e të shprehurit nga ana ime. Dhe për mua ka qenë do ta paralelizoj me një kala. Unë sa po i ndërtoja gruat e kalas time, prej vetes time, i prisha një herë. Sa i rindërtova edhe një herë, pash një klip që unë me vërtet më pëlqeu shumë, edhe pse këtu është komentuar në mënyrë shumë negative, që unë nuk kisha asnjë lloj emocioni, ndërkohë unë emocionet e kam të natyrshme, ti përjetoj me veten time. Do të thonë mund të jem shumë e lumtur, po jam brenda vetes time, sepse ashtu e kam mënyrën se si i shpreh unë emocionet. Edhe pas atij klipi, që pash, jam ndje shumë happy. Mas 5 minuta. Shumë happy, të haj deri në fund të ushqimit. Edhe me të vërtet, po përjetoja një sër emocionesh, kupton? Derisa pastaj mbas 5 minutash ndodhi çfarë ndodhi, edhe do t'rregoj drejt që e kam urryer shumë veten time, shumë, ekstrem shumë, sepse tash është thjesht mënyrë e të shprehurit pa u mirë menduar nga ana ime. Edhe nuk dua në këtë rast, edhe pse kam të tjera mendime të kokaime, dua t'ja lej përgjegjësinë e veprimit të gjithë në vetes time. Kështu, sepse dua që të vi një moment që ta heq të barë nga kurrizi, kupton? Nuk dua të më ndikoj më te zhvillimi që mund të marrë si marrëdhënie. Tjetër, çfarë tjetër? Po, edhe në atë moment kam thënë që e di si ndoshta do jetë më mirë sikur Gimbo të shikojë punët e veta, të shikojë lojën e vet, mos merret shumë, ku diun, e ndjeja veten time me shumë përgjegjësi ose si konfuzion për ty në lojë. Se ti fundi këtu brenda je